Dita e 5 në punë. Tani shihni pak këtu. Ka filluar pushimi që në 24 diku nga mesdita, pra të mërkurën e javës së fundit të vitit. 25, 26, 27, 28 pushim. 29-30 ishin punë, po duke filluar nga 31 s'kishin një punë, e pastaj 1, 2, 3, 4 pushim, sot 5, më në fund në punë. Pra, në 2 javë të fundit është punuar e s'është punuar 5 ditë. Në total. Shikoni, ka i ditë pushim, natyrisht janë të vlefshme, për cilin do që do të rikuperoj nga gjithçka që ka kaluar nga vitje, do të nisë me energji të reja në vitit, por janë ca punë që nuk presin. Nuk presin. Për shembull, në këto ditë pushimi ka marrë 10 mesazhe nga bujq, që ende nuk kanë marrë parat e vitit që shkoi si mbështetje për naftë apo për masat tjera mbështetëse në bujqësi. Nga jo që kuptoj sot mëngjes janë gati 13 milion euro nga viti që shkoi pa paguar, pra nga programi i vitit që shkoi pa paguar dhe ushtuan me akt normativ dhe 19 milion euro të tjera. Pra janë gati 32 milion euro që duhet i shkojnë bujqve. Dhe duhet i shkojnë bujqve sa më parë të jetë e mundur. Natyrisht, HZBR, quheni si doni, dështoi që të paguante brenda datës 31 dhjetor të gjitha paratë. Kam thënë njerëzve që do t'i marrin brenda janarit. Dhe janë jetike. Shikojni tremujorin e 3 të vitit që shkoi. Nuk e mbaj më mend i sa të tremujor është me rëni. Bujqësia pyet edhe peshkimi. Nuk e di i sati është më me rëni. Pra ka njerëz, ky sektor ka nevojë për para dhe parat janë aty. Kemi patur problem kur nuk ka patur para. Tani që parat janë aty, të mos paguajmë fermerët është turp. Nuk e di pse rrinë ata njerëz. Pse rrinë?